Nën kujdesin e organizatës Dorkas u zhvillua një aktivitet i veçantë që bashkoi moshën e 3 me të rinjt, duke sjellë buzëqeshje, kujtime dhe energji pozitive. Në këtë takim pjesëmarrësit u bën mësues dhe nxënës për njëri tjetrin, duke ndarë lojrat me të cilat janë argëtuar në etapa të ndryshme të jetës. Të moshuarit rikthyen lojra tradicionale, të cilat ngjallën nostalgji dhe kuriozitet tek të rinjt, ndërsa këta të fundit prezantuan forma moderne argëtimi, duke krijuar një bashkëjetesë të bukur mes së shkuarës dhe të tashmes. Më parë lonim me fije me peksu, e kapnim dhe e bën jo lumë, jo ka përzime këshu, se ato lojna kishin atere. Ose lonim me cingla, me këto këshu, në me thënë që mridheshim me ploçan edhe femrat, tani kanë tjetër lojna shumë të mira, që këtu lozin me bilardo, lozin me marrjen e pikëve. Me ndihmën e një gjyshi mësova se si të luaja domino. Si eksperiencë ka qenë shumë pozitive, më pëlqejnë të gjithë. Gjyshrit e gjyshet ishin shumë të çiltër, shumë të lumtur. Unë me gjyshit sot kam luajtur lojën mos u nxe, kam luajtur dhe me pantomima. Ishte një eksperiencë shumë e bukur sepse ne kaluam kohë me gjyshin në një mënyrë ndryshe. Gjithashtu mësova dhe si të luaj shah. Ky aktivitet që u mbaj tek qendra rinore në Korçë shërbeu jo vetëm si formë argëtimi, por dhe si një mënyrë për të forcuar lidhjet shoqërore, për të nxitur respektin dhe mirëkuptimin mes brezave, si dhe për të promovuar përfshirjen aktive të moshuarve në jetën komunitare.